kuptojnë cili është pozicioni i Republikës Kosovës në krahasim me atë gjykat. Aty nuk luan asnjë rëndësi emri i përveçëm i ministrit. Ky shtet, kjo republikë, qoftë në aspektin financiar, qoftë për letrën e kryeministrit nuk kemi folur në të kaluarën. Po ju tash e shihni që edhe jemi akuzuar jashtëzakonisht shumë, jo s'po doni, jo pileni në burg, nuk është e vërtet. Ne në mënyrë shumë të përgjegjshme jemi munduar se shikoni, më shumë i kanë dëmtuar të akuzuarit në Hag. Këta që kanë folur shumë në publik, sesa ata që kanë heshtur dhe ja kanë lënë, meqense kanë sjell punën deri te ky gjyq. Duhet i kursejmë njerëzit. E këtu ka shumë njerëz që me një farë tifozllëku publik kanë dëmtuar shumë procese. Mirë, po për këto do të flasim kur të përfundojmë proceset. Cila është pritshmëria juaj e qartë, po si Donika Gërvalla, jo si ministre e drejtësisë, para se të bëheni si politikane, si aktiviste shumë vjeçare, zone Gërvalla. Cila është pritshmëria juaj për epilogun e gjykatës speciale? Cila është dëshira juaj si shqiptare e Kosovës? Zonja Gërvalla. Unë në asnjë moment nuk do doja asnjë shqiptar të Kosovës, në çfarëdo lloj pozicioni dhe çfarëdo lloj dilemash dhe kritikash që unë mund të kem pas për gjatë rrugës për procese të ndryshme pas të cilave qëndroj. Prandaj po them, pavarësisht nga kusht, nuk do doja që asnjë qytetar i Republikës Kosovës të dënohet në Hag, aq më pak të dënohet për krime lufte ndaj popullatës civile serbe, sepse ato krime nuk kanë ndodhur. Nuk ka pasur struktur, sistem në kuadër as të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por nuk ka pasur asnjëherë qëllime që të dëmtohet popullata civile e cilës do ju besoni në pavajsinë e zotit Thaçi, Veseli, Selimi, Krasniqi edhe të tjerët që unë tani po e them sepse mandati im si ministre e jashtme është duke përfunduar, se ministri i jashtëm duhet të jetë shumë i kujdesshëm se çka flet në publik dhe për çka deklarohet apo nuk deklarohet. Mirë, po ja jap vetes këtë të drejtë tani që jam duke përmbyllur atë mandat dhe them që unë besoj në pafajësinë e tyre sa i përket çështjeve të krimeve ndaj popullatës civile serbe në Kosovë. Mos harroni një gjë, dhe unë këtë nuk e kam fshehur kurrë. Unë jam penalizuar edhe atëherë, jam penalizuar edhe gjatë mandatit tim, po penalizohem edhe sot në çdo aspekt për qëndrimin tim tepër të qartë, në çdo fushë dhe në çdo rrafsh, sa i përket detyrimit që kjo shoqëri e ka, dhe nuk po them dikush jashtë, po kjo shoqëri e ka për dhënë një përgjigje për vrasjet e pas luftës në Kosovë.